Keti dhe zonja Dimojani, ose... Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Afrovita Dimojani, jam këshilltare në Këshillin Bashkiak të Himarës, nga grupi i Partisë Demokratike. Në fakt, do ishte shumë mirë, sepse e kanë thënë dhe parafolësit më përpara, që këto dëgjesat do ishin shumë mirë të kishin ndodhur në çdo njësi më vete, dhe jo vetëm dëgjes në rang qarku, sepse në çdo njësi do dëgjohej edhe më qartë zëri qytetarëve. Himara e ka kundërshtuar në 2014 reformën territoriale, sepse në fakt të gjithë që e njohin Himarën e dinë që ajo që është bërë me Himarën në 2014 nuk quhet reformë territoriale ekonomike që ka të bëjë me shërbimin, funksionalitetin, por është e qartë një reformë politike. Neve sot përsëri duam të ngrejmë zërin ton edhe të dëgjohemi duke bërë të qartë që ajo reformë është e dështuar sepse duket qartazi në shërbimet e munguara, dhe unë nuk e di sepse zoti Mazniku e tha në fillim të fjalës së vet që në 2014 reforma territoriale solli edhe kompetenca më shumë bashkive. Unë të paktën nga eksperienca time në Këshillin Bashkiak, shoh që bashkia më tepër ka kompetenca formale se sa kompetenca reale. Të paktën në zonën e Bashkisë së Himarës, leje zhvillimore, Bashkia e Himarës ka të drejtë që të japi vetëm lejet me sipërfaqe shumë të vogla, se ato kërkohen te AZT-ja lart. Mund të them si antare Këshillit Bashkiak, plani i përgjithshëm vendor që ne pritet ta votojmë, ta miratojmë së shpejti në Këshillin Bashkiak, vjen në Këshillin Bashkiak të Himarës, po vjen formalisht, sepse realisht ai i granohet, studiohet, bëhet tek institucionet qendrore. U sjell si një ndër shërbimet që Këshilli Bashkiak i Himarës e ka votuar në unanimitet, pozit dhe opozit kundër që të bashkohet me ujësjellësin e Vlorës dhe të Selenicës, sepse neve kemi pasur një ujësjellës me menaxhim dhe shërbim shumë të mirë, nuk e kemi pas me borxhe dhe është bashkuar me 2 ujësjellësa të tjerë që sot në fakt qytetarët e Bashkisë së Himarës, kur ka një problem me ujësjellësin, janë të detyruar të vinë në qytetin e Vlorës, edhe ato institucione që janë aty nuk funksionojnë. Edhe një gjë të fundit, nëse ne do themi Bashkia e Himarës, çështja kryesore është çështja e pronave. Çështja e pronave kërkon vullnet politik real për të zgjidhur. Të iki kadastra nga Vlora dhe të iki në Tiranë dhe ju të thoni që çdo aplikim sot bëhet në sistem online, ku ne dim shumë mirë që Albania në shumicën e rasteve nuk funksionon, dhe kur funksionon sjell përgjigje formale, në Himarë është premtuar disa herë që do sillet kadastra, do sillet zyra luizmit me specialist për të zgjidhur çështjen e pronave. Faleminderit shumë. Faleminderit.